Kërqova vishet me drita dhe shpresë për festat e fundvitit. Pas një periudhe të gjatë prej plot 13 vitesh, qyteti i Kërqovës më në fund është stolisur për festat e fundvitit, duke sjellë dritë, ngrohtësi dhe emocion në rrugën e tij. Dritat shumëngjyrshë, elementet festive dhe zbukurimet simbolike nuk janë thjesht dekor. Ato përfaqësojnë një moment të rëndësishëm për Kërqovën, një ndjenjë ringjallje dhe bashkimi pas viteve të mungesës së kësaj tradite. Për shumë qytetarë kjo është hera e parë pas një kohe të gjatë që e shohin qytetin e tyre të zbukuruar dhe të gjallë në prag të vitit të ri, tha kryetari i Komunës së Kërqovës Aleksandar Jovanovski. За жал, долги години немавме празнична атмосфера, како и сите останати граѓани во западниот свет, а ние сите како националности кои живееме во наша општина, бевме навикнати на еден поинаков начин на живот, на еден поинаков начин на славење, на очекување на празниците, особено на Нова година. Така да некако ни делуваше тмурно, тажно. И сега особено ми е задоволство што можам јас да прекршам таа лоша традиција на неукрасување. И ние распишавме јавен повик со средствата кои во моментот успеавме да ги обезбедиме на некој начин. Ми се чини дека беа во висина од 10.000 евра. Në kuadër të festimeve të fundvitit, më 30 dhe 31 dhjetor, në Kërqovë do të organizohen aktivitete dhe ngjarje festive, të cilat synojnë të krijojnë një atmosferë argëtuese për të gjithë moshat. Programet do të përfshin aktivitete kulturore dhe argëtuese, duke i dhënë qytetit një frym festive. Тука ќе настапат познатата група Љубојна и исто така една позната група од Битола, тие се викаат Фолтин, тоа ќе биде забавниот дел и потоа сепак ќе дадеме шанса на младите кои свират рок-н-рол, кои свират современа музика. Сите оние граѓани, односно правни лица, да излезат со своји штандови на кои што ќе понудат пијалоци или храна. За тоа им обезбедивме простор, ќе им обезбедиме пристап до струја, до електрична енергија и нема да им наплатуваме никаков надоместок. Ky rikthim i dekorimit festiv po shihet si një hap i rëndësishëm drejt ringjalljes së jetës qytetare dhe forcimit të ndjenjes së përkatësisë.